Qeveria ka miratuar indeksimin e pagave me 2.5% për 36.900 punonjës mësimor dhe jo mësimor të arsimit para universitar, duke përfshirë mësues, edukator kopshtesh, psikolog, punonjës social, oficer sigurie, kujdestare konviktesh, instruktor dhe koordinator. Sipas Agjencisë për Media dhe Informim, përveç indeksimit të pagave, qeveria ka vendosur edhe rritje shtesë për kategoritë me paga nga 58.000 deri në 74.000 lekë në muaj, me qëllim përmirësimin e kushteve të jetesës dhe nxitjen e motivimit të stafit arsimor. Shtesa për vjetëri do të indeksohet automatikisht, ndërsa rritja totale arrin nga 4% deri në 5.17% për disa kategori, ndërsa pagat prioritare do të rriten me 3.000 lekë në muaj. Kjo masë financiare pritet të ketë një efekt mujor mbi 137 milion lekë, duke reflektuar përpjekjet e qeverisë për të ruajtur fuqinë blerëse të punonjësve të arsimit dhe për të mbështetur sistemin arsimor në të gjithë vendin. Agjencia për Media dhe Informim thekson se kjo masë mbron fuqinë blerëse, vlerëson punën e mësuesve dhe forcon mbështetjen për sistemin arsimor. Indeksimi i pagave me 2.5% përfshin gjithashtu punonjësit e administratës publike, policisë dhe mjekët, duke reflektuar një angazhim më të gjerë të qeverisë për të rritur standardet e pagave në sektorët kyç të shërbimeve publike. Ekspertët ekonomisë vlerësojnë se këto masa do të ndihmojnë në stabilizimin e tregut të punës në arsim dhe në përmirësimin e motivimit të stafit, duke ndikuar drejt për drejt në cilësinë e shërbimeve arsimore dhe mbështetjen e nxënësve nëpër shkolla dhe kopshte.